9.8 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së grantit ndër Meteorologjisë Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Termokosit dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e zgjerimit të sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. I nderuari kabinet qeveritar, zgjerimi i sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në sektorin e energjisë. Me këtë nismë hapim rrugën për lidhjen e marrëveshjes grantit ndër Meteorologjisë Kosovës, Termokosit dhe Bankës Evropiane për Investime, duke siguruar mbështetje financiare për realizimin e këtij projekti me ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë dhe mirëqenien e jetës së qytetarëve. Për më shumë e ftoj Ministrin e Financave, zotëri Ebron Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar kolegë. Kam nderin që para jush të prezantoj nismën apo propozim vendimin për të miratuar nismën që i mundson Ministrisë Financave që ta negociojë pra marrëveshjen e grantit me Bankën Evropiane për Investime, ku përfituesi do të jetë pra Termokosi në këtë rast për zgjerimin e sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Marrëveshja parashikon ofrimin e një granti në vlerë për 17.2 milion euro për financimin e këtij projekti, i cili synon zgjerimin e sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë përmes pra zgjerimit të rrjetit drejt zonave dhe konsumatorëve të rinj. Projekti pritet të përmirësojë cilësinë dhe sigurinë e furnizimit me ngrohje, të zgjerojë mbulueshmërinë e rrjetit deri në rreth 50% të kërkesës për ngrohje në Prishtinë, si dhe të kontribuojë në uljen e ndotjes së ajrit përmes reduktimit përdorimit të energjisë elektrike dhe lëndëve tjera djegëse për ngrohje. Duke pasur parasysh rëndësinë pra e këtij projekti ashtu siç e theksoi kryeministri, me mirësi ju ftoj që ta miratojmë këtë nismë. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.